Na ndiqni në faqen tonë në Facebook, Gatuaj Shëndetshëm. Përshëndetje! Sot do të përgatisim brumin për bukë të shkrifët për simitet të zakonshme. Ne do të përgatisim disa lloje bukësh. Në fillim marrim një gotë ujë të ngrohtë. Në ujin e ngrohtë do të hedhim një bustin sheqer. Përziejmë sheqerin. Sheqeri bën që majaja e birrës të vi kollaj. Një gotë ujë të ngrohtë me pak sheqer, edhe gati 2 lugë gjelle maja birre. Këto do t'i përziejmë së bashku. Do t'i përziejmë dhe do t'i lejmë disa sekonda sa të fillojë të shkumoj. Në momentin që shkumon, atëherë do t'i trazojmë. Do t'i hedhim ke mielli dal nga dal. Do t'i hedhim miell. Për këtë recetë ne kemi maja birre, 2 lugë gjelle, një gotë ujë, një gotë qumësh i ngrohtë, pak vaj, pak krip dhe sheqerin që e hodhëm bashkë me maja birrën. Ja pra, shkuma që ka bërë, sipër. E lejmë disa sekonda pra. Edhe kuptojmë që tharmi është tretur dhe ka krijuar atë shkumën e vet sipër. Ne do të kemi afërsisht 6 filxhana çaji me miell. Do t'i hedhim në përzierjen bashkë me miellin, me kripën, me vajin edhe me qumështin e ngrohtë. Ne do t'i masim me sy, pra në fillim hedhim vetëm pak miell dhe pastaj do të shtojmë ngadalë qumështin i ngrohtë. Kemi pak miell, pak vaj, një gjysmë gotë vaj, ose 1 filxhan kafeje vaj. Do t'i hedhim krip, 1 lugë çaji krip. Pra qumësht, krip, maja birre dhe miellin. Në këtë moment do të hedhim edhe majan e birrës, së bashku me miellin dhe me përzierjen e tjerë, të gjitha bashk, do të formojmë brumin që ne dëshirojmë. Për këtu do t'i shtojmë edhe ujin e ngrohtë, ku kemi tretur majan e birrës. Dhe do t'i punojmë me dorë, pak nga pak, derisa të formohet brumi që ne nevojitet. Do t'a punojmë me dorë. Të dyja bashkë edhe qumështi edhe uji duhet të jenë të ngrohta në mënyrë që brumi të vi shpejt. Duhet të bëjmë një brum të butë edhe të shkrifët.
Pra kemi hedhur 2 filxhan miell. Ne do të përgatisim me këtë brumin, do të përgatisim bukë. Brumi i bukës me erza, për shembull, mund ta bëni. Bukë me formë të ndryshme. Gjithë sekreti është te ky brumi që duhet të jetë i shkrifët dhe i butë. Vazhdojmë shtojmë pak miell prap. Ne do ta kuptojmë kur brumi të jetë i butë. Në momentin që do mbaroj përgatitja e brumit, na duan gati 1 çerek ore apo 30 minuta që brumi të dyfishohet. Ne kemi përgatitur paraprakisht një masë të tillë. Dhe këtë do e demonstrojmë në fund. Brumi do të bëhet i shkrifët, par nuk duhet të jetë shumë i qullët. Nëse dëshironi, mund ta vendosni në tavolinën e punës. Pra do t'i hedhim miellin. Pra, në këto moment që ngjit, ka nevojë edhe pak miell.
Nëse doni mund ta punoni në sipërfaqen e tavolinës së punës. Shtojmë pak miell këtu. Punojmë derisa brumi të jetë homogjen I gjithi, mos na krijoj pastrojmë anët e enës. Pastrojmë anët e enës mirë, në mënyrë që mos ta ngeli kore. Punojmë brumin që të bëhet I butë. Punojmë mirë. Punojmë mirë dhe brumi I tillë, kaq I butë, do të na vendosim në enë dhe do ta lëmë të pushoj për gati gjysmëorë në temperaturë të ngrohtë. Nëse nuk mundeni të siguroni një ambient të ngrohtë, e mirë është të vini poshtë një enë me ujë, ku uji mund të jetë duke zjerë dhe ngrohtësia e ujit do na ndihmojë që brumi të vijë më shpejt. Ja, kaq I butë duhet të jetë. Në këtë mënyrë mund të bëni bukë në forma të ndryshme. Ne sot do të demonstrojmë një formë. Do të demonstrojmë një formë buke me erza, e cila është shumë e pëlqyeshme. Edhe modeli se si krijohet ajo bukë është shumë e veçantë. Pra lëmë këtë brumin që krijua e lëmë në sipërfaqe në një enë tjetër. Spërkasim pak me miell. Edhe vendosim brumin ta tillë. E mbuloj me një qese kuzhine. Mbuloj me qese që të mos na thahet në sipërfaqe. Letë qesja do të na ndihmojë që brumi të mos na thahet. Shtrojmë pak miell. Ne kemi enën tjetër ku kemi përgatitur brumin më parë. Do marrim brumin që është përgatitur këtu, pra brumin që sapo ka ardhur, do ta shtrojmë
në sipërfaqen e tavolinës së punës. Mielli është i ngrohtë. Pastroj mirë enën. Do ta punojmë edhe një herë. Brumi. Do të jetë një masë e butë. Brumi që na kemi krijuar këtu ky brum do të hapet me oklai edhe do të krijoj format që ne sapo përmendëm. Duhet të sigurohemi që mielli mos të na ngjisë në duar. Brumi mos të na ngjisë në duar. Ky brumi butë tani më do të na shërbej për bukën që do të krijoj. Pra ai till. Hapim përsëri pak miell, tavolinë. Presim brumin në 2 pjesë. Në këtë pecë do të bëjmë një brum për një bukë me erëza. Më shtjellë një qesë që mos më thahet. Ndërkohë, në këtë enën këtu, kemi majdanos dhe kopër. Do t'i grim holl.
Në të bëjmë kështu një përzierje. Pra medanos, koper, vaj ulliri, do t'i shtojmë pak spec djegës. Nëse nuk i dëshironi djegësa atëherë mund t'i shtoni thjesht argon. Dhe me ndihmën e lugës së vogël të kafes do ta shtrojmë në petat e brumit që do ta hapim. Grim imat. Sigurohemi që mos ta ngelin kërcinte e brumit në brum. Në këtë mënyrë do të marrim pak vaj ulliri. Të kemi vezën që do ta rajmë sipër. Do t'i shtojmë pak rigon. Do t'i shtojmë pak vaj ulliri. Pak krip. Këto erza të këndshme, ne do t'i përdorim për t'i shtruar, për të bërë bukën tonë me erza. Do të marrim oklain, do të bëjmë hapjen e brumit. Hapim brumit. Mundësisht do të mundohemi ta bëjmë në formë drejt këndore. Do t'i japim një formë drejt këndore dhe pastaj do ta ndajmë në shirita të gjatë. Do mundohemi që mos jetë shumë e hollë. Peta, këtë petë në formë drejt këndore do ta ndajmë në shërita të gjatë. Do ta ndajmë në 4 shërita të tillë.
ku do të vendosim në secilën pjesë përbërjen me erëza. Mund t'i shtojmë brenda edhe çfarë të duam tjetër. Ne këtu kemi përgatitur pak mish të grirë, mund ta përzjek. Mish të grirë. Kim me mish të grirë. Përzjek. Përbuk me erëza. Do ta shtrojmë me ndihmën e lugës së kafes. Në këtë mënyrë do t'i përhapim barishtet e erëzat tona, pra majdanosi, rigoni, kopëri. Do të hapen në këtë mënyrë në të gjithë gjatësinë e petave e kësaj flete. Hapim në këtë mënyrë. Petat e brumit, pra secilën prej pjesëve të brumit do të hapim në mënyrë drejt këndore. Të tillë do ta shtroj me kujdes erëzat. Pra në këtë mënyrë do të marrim një tepsi, ta lyejmë me vaj, me gjalp dhe me pak vaj ulliri, dhe do të vendosim bukën në formën tonë të këndshme, më të këndshme që dim. Një formë e tillë është shumë e thjeshtë për të përgatitur. Në këtë tepsi do të shtrojmë të gjitha petët e pa do vendosim sipër njëra tjetrës në mënyrë të tillë. Secila prej këtyre shtresave do të krijojë një shtresë më vete. Pra ja, kështu. Kjo është mënyra. Në këtë mënyrë ne do të hapim shtroj mirë me kujdes.
të cilën pjesë të brumit. Do ta vendosim në tepsi në këtë mënyrë. Në formën e një luleje. Dhe do të përdorim pak edhe nga brumi tjetër që ta shtrojmë në mes në një formë të tillë. Të petën ta presim që ta bëjmë më të përdorshëm. Njërën fletër hedhim nga poshtë edhe fletën tjetër vendosim. Pra në këtë mënyrë me brumi që kemi këtu mund të krijojmë edhe një formë. Mund të krijojmë një formë gjatësore. Do të krijojmë një formë të tillë. Do të marrim një kokër vezë, do ta rrajmë dhe do ta lyejmë nga sipër. Sipas dëshirës, mund t'i hidhni dhe farëra të ndryshme. Kështu siç është e lyer, brumi do të qëndrojë për disa minuta, në mënyrë që maja birrës të fillojë sërish të fryhet. Ne mund ta përdorim me fara susami, me fara liri. Ne këtu kemi fara liri të cilat do t'i hedhim për të zbukuruar bukën. Pra kjo është buka në formë luleje me fara liri sipër. Me pjesën tjetër të brumit do të krijojmë një model tjetër. Shtrojmë pak miell, largojmë pjesën e varishteve.
Vendosim në tavolinën e punës. Do të bëjmë format të tilla. Tu do të marrim pak vaj. Lyejmë duart në vaj dhe hapim. Brumin do të hapim në formë gjatësore. Në formë gërseti. Sërish në një tepsi tjetër, do ta lyejmë pak me gjalp. Dhe me vaj ulliri. Lyjem edhe anët me kujdes. Dhe vendosim format në formë gërsheti që kemi krijuar. Bëjmë në një formë të tillë, në formë gërsheti. Brumin pra e hapim në formë gjatësore. Dhe pastaj e punojmë në formë gërsheti të tillë. Formë të tillë gërsheti.
bivendosim mbi njëra tjetra dhe krijojmë kështu një model të bukur. Në këtë mënyrë, bukët në formë lule apo në formë gërseti do të mbivendosen me njëra tjetra dhe do të japin atë modelin e bukur që ne po përgatisim. Mund t'i bëni me erza, mund t'i bëni me djath, me shije nga më të ndryshmet sipas dëshirës. Pra ja, në mes, përbërje në mes, do t'a bëj me do të hapim një petë dhe do të mbushim me në përbërjen që kemi veç. Ne kemi përgatitur një tas me djath kaçkavall dhe pak sallam. Në këtë përzierje me kaçkavall dhe sallam, këtë përzierjen pra do t'ja mbushim do ta shtroj petën në formë gjatësore.
Peta nuk do t'jetë shumë në hollë, do të shtrojmë edhe një herë. Nuk duhet që peta të në prishet. Pra do ta mbledhim kështu role. Do ta mbledhim në tillë mënyrë në formën e një dredharniku. Të liejmë pak me vaj që të mos na ngjitet. Brumin këtu e kemi mbushur me salcice dhe me djath kaçkavall. Në këtë mënyrë është gati për të lyer edhe kjo me vezë. Veza do t'i japi shkëlqimin e duhur. Gjithashtu sipër do t'i hedhim edhe kësajt fara liri sepse janë shumë të shëndetshme. Pra këto ishin 2 modelet e bukës të kemi krijuar ne me brumin tonë. Për më tepër na ndiqni në faqen tonë Gatuaj Shëndetshëm në Facebook. Na ndiqni në faqen tonë në Facebook Gatuaj Shëndetshëm.